Flamurtari ka hedhur pas krave krizën e rezultateve dhe ka fituar 2-0 ndaj Vllaznisë, që ndryshe nga skuadra vlonjate, ende nuk e ka gjetur recetën për të kthyer te suksesi edhe pas largimit të trajnerit Lika. Debutimi i idhur për teknikun e ri shkodranë Roland Luçi, që duhet të presë ndeshjen e ardhshme për të shpresuar një rezultat pozitiv. Ndërkohë vlonjatët duhet i falen të riu të Roshi, që ka qenë protagonisti absolut i këtij takimi, duke vënë firmën e tij në 2 golet e shënuar. Flamurtari, drejtuar nga Magani, tregon që në minutat e para se kërkon ta fitojë këtë takim dhe e nis atë në sulm. Gjela jep sinjalin e parë, por sulmuesi zihet në pozicion jashtë. Më pas futbollisti Korçar kërkon të surprizojë Bishanin me një gjuhetje nga distanca, por ndërhyn sakt portieri shkodran. Skuadra vlonjake do të shkonte shumë pranë golit të përsis në minutën e 16. Belisha lëshon një silur nga distanca, por topi në fillim stampohet në shtyllën e majt dhe më pas shkon në këmbët e Roshit, që nuk arrim ta dërgojë atë në rrjet. Vendasit janë kërkues dhe presojnë Vllaznin në zonën e saj. Roshi tenton përsëri me një goditje me kokë brenda zonës, por përsëri pa rezultat. Më pas fjalën e kanë Gjela, por edhe këtë herë koordinatat e sulmuesit janë të gabuara. Gjithsesi, përpjekjet e formacionit të Maganit do të shpërbleqin në minutën e 28. Junior nga një distancë konsiderueshme godet shtyllën dhe topi i kthyer gjem përsëri Roshin, që këtë herë nuk gabon dhe e ndal topin në rrjet. Vllaznia reagon menjëherë me Galicën, i cili bën gjithçka mirë në krahun e djathtë, por gabon në momentin e fundit. Edhe Sinani kërkon të tregojë se është në ndeshje, por pasi ul mirë një top në hyrje të zonës, gjuan lart mbi trallën e portës. Vllaznia është e rrezikshme në fundin e pjesës së parë, por Moshka i përgjigjet apelit kur Galica rrezikon barazimin me gjuetjen e tij. Shkodranët i mbyllin 45 minutat e para në sulm, por pa arritur të gjejnë rrugën e rrjetës. Të dyja skuadrat kthehen në fushë me zëvendësime për pjesën e dytë. Magani lë në dushë ngjelen për Djukic, ndërsa Luçi aktivizon Kasapin për Shtupinën. Edhe pas pushimit, Vllaznia sheh menjëherë nga porta e Moçkës. Beqiri gjen brenda zonës Osjen, që me kokë nuk arrin ta dërgojë topin në rrjet. Shkodranët luajnë mirë, por në të njëjtën kohë rrezikojnë të ndëshkuar nga Djukic, i cili i vetëm me Bishanin zgjedh ta dërgojë topin jashtë. Gjithsesi, gabimin e shokut të tij e kompenson Roshi në minutën e 59, që me gjuetjen e tij gjen trekëndëshin e djathtë të Bishanit. Luçi e di që nuk ka asgjë më për të humbur dhe forcon sulmin në fillim me Rizvanollin, që zëvendëson Albanin, dhe më pas me Leandron, që merr vendin e Hallaçit. Sinani nuk është në ditën më të mirë dhe përsëri nuk i jep adresën e duhur goditjes së tij. Edhe Magani mendon se ka ardhur koha të ndryshojë jashtë fushë Junior për t'i bërë vend Beqirit. Vlonjatët ngrihen në lojë, shtyn përpara, por nuk arrin të finalizojnë mundësitë që ju paraqiten, por duken të sigurt te fitoria. Minutat e mbetura janë pak, por shkodranët kërkojnë të shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë. Në fillim Galica nuk shfrytëzon një arkim të Sinanit brenda zonës, duke gjuajtur mbi tra, ndërsa më pas sulmuesi detyron Moçkën të bëjë një ndërhyrje shpërndimtare, duke dërguar topin jashtë vijës fundore. Rasti i fundit për shënim në këtë ndeshje ka protagonist Rizvanollin, që nuk arrin të përfitojë nga një neglizhim i mbrojtjes, por sidoqoftë aty ndodhet Moçka, që vulos përfundimisht fitoren e pasur të skuadrës së tij në këtë ndeshje. 3 pikët e para të Maganit në stolin e skuadrës vlonjate, që më në fund mund të buzëqesh pas një periudhe të errët në këto 6 javë të Superligës. Ndërkohë një nisje të tillë nuk mund të mbahet mend nga Vllaznia, që pas 6 ndeshjeve të këtij sezoni mbyll klasifikimin me vetëm 4 pikë.